Kjo është e bukur shumë, ej. Kjo është në Itali, qa perle. Përqenë shumë sot Ledjoj, ka lënë me qëllim duket nga kamerën nga lartë, për shumë që e nëzjerë pak studion pak së shtrembërt, asimetrike, asa më përqenë asimetria, plak, shive? Shive, ka një asimetri shumë erotike, shumë seksi. Shive tavolina vetë është... Varga po përmbyset. A? Varga Kamaranën. Varga Kamaran, pyta, ja kjo Shqipëria sot, ej. është Titaniku, së është Titaniku, tani kjo është dilema, të përmbyste Titaniku apo jo? Varga Kamaruj, o kula? Unë jam atë përmbytjen tjetër që të thash. Me kë? Mbaroj mjaltin, mbaroj dyllit, tash i ka ngel këtë. Kolonoskopia më burte zora jemi tani, ishtë fazë zorë ose por e di unë, po di jo. O kula, Grande Fratello, që ndryshe quhet Big Brother. Pa tjes është VIP, është thjesht Big Brother klasik apo jo? Pa tjes është Big Brother klasik dhe ka plas një skandal i cili është... Qa po ndodh po trondit Italia, valla? Ka shkuar historia deri afër Melonit, ish burrit Melonit dhe Berlusconit. Qa po ndodh, valla? Djalit Berlusconit dhe vajzës Berlusconit. Do ma shpjegosh se ti si një lloj italiani par excellence që je. Atëherë do të shpjegoj Qa ka ndodhur? pjesën teknike, pastaj pjesën politike. Ma nisi pravo, valla. Fabrizio Corona, ti e di kush është? Na ishte një herë, po. Po, ka marrë rreth 100 djemë të rinj, cilët... Tani, Fabrizio Corona, unë nuk e di kush është, është fotograf i famshëm. Bravo. Ka qenë një nga këta paparacët më të famshëm. Burri Belen Rodriguez, asaj aktores, balerinës, që ishte venezueliane, asaj femrës bukur e tjerë. Lediona, ti bode me foto që se ke për publikun, të manifeste, duhet të jenë këto foto në... Duhet të jenë këto, ja. Ja, Fabrizio Corona. Kush është Fabrizio tani? Ai djali me flok, jo ky pa flok. Pra, ai është Fabrizio Corona dhe ai është fotograf paparazzi. Alfonso Signorini. Fabrizio Corona është shumë i famshëm, është nga Catania, është bërë shumë i famshëm. Nga Sicilia? Po. Pyta. Dhe ai ka bërë burg, sepse u dënua për këto fotot që bënte si paparazzi. Pra, ky ka shpërthyer skandalin në Itali. Prapë dhe kësaj radhe. Ky tani ka shpërthyer skandalin dhe akuzon Alfonso Signorini, është ky burri këtu, i cili është producenti Grande Fratellos atje. Ah, dakord. Dhe thot, ky është gay deklaruar. Hiqe ato QR kodin e ti një sekund, kalojnë nga ana tjetër për munde, po? Dhe ky thot që... Ky është gay, i deklaruar, po. Dhe Fabrizio Corona ka marrë dëshminë e 100 djemve të rinj që thot që ai ka vënë kush që për të hyrë në Grande Fratello duhet të bënin seks me të, seks homoseksual. Klasike kjo, po. Edhe ata kanë shku dhe kanë bërë denoncime në prokurori. Perl. Tani, ky zotëria, Alfonso... Deri këtu, duke si skandal klasik. Alfonso pritas që se do vim. Alfonso Signorini thot, unë s'kam pas nevojë ta bëja këtë punë, thot se unë kam lek, edhe sa herë që du të bëj këtë gjë, marr avionin, shkoj në Kubë, atje ka çuna të sa dush bukë. Po. E zgjidhat problem. Një fjalë goje është. Ky tani Signorini me tjerët, sepse Signorini është njeriu që ka pushtetin e Pier Silvios, pra djalit të Berlusconit. Sepse duhet thënë që Grande Fratello transmetohet në një nga kanalet e Berlusconit. Në Mediaset. Në Mediaset është e sigurt? Po. Nuk ka kanalin e vetë? Jo, Mediaset më është djetë që ka qenë është producenti, ky është producenti, është njeriu i... Dhe punon për familjen Berlusconi? Jo, ky ka pas punuar më përpara, edhe kur ishte Lele Mora, që ka se skandale seksual me vajzat atëherë. Okej. Dhe iku Lele Mora dhe mori ky. Dhe nga skandal seksual me vajzat, është që kemi skandal seksual me djemt. Tani, këta thonë që në fakt, pas kësa historie, thotë, është një betej politike, se këta duan të, pra Fabrizio Corona profesion një grup njerëzës që kontrollojnë sot Forca Italian, që është parti qeverisë dhe është Tajani në krye, sepse këta duan, thotë, dhe kanë anën e kryeministës, se këta duan, thotë, që të mos e lënë vajzën e Berlusconit, Marinën, e cila drejton biznesin, apo djalin e Berlusconit, Pier Silvion, që të rimarin partin, dhe të futen politikë, sepse kjo do të përbënde kërcënim për Giorgia Meloni dhe për koalicionin nga brënda. Dhe për këtë arsye, ky thot që edhe... Thot Signorini, po. Jo, thot Signorini. Jo, thot Fabrizio Corona dhe shqit. Për këtë arsye, thot, këta thot bën përgjimin e burrit Melonit, i cili punonte aty në televizion të këta, i cili shantazhonte seksualisht njëra nga ato fshi njëra, do të thotë. Qa pele është kjo histori.
Po prit, mos a mbyll me kaq, vlla. Jo, po ta tregova si është panorama. Ja, është burri i Melonit. E kuptova programi ishte super i Gian saktë. Bruno, i cili ishte në pushime këtu para 3 Si ka pas emrin? Gian Bruno e ka. Gian Bruno. Po, Gian Bruno harrova mbi emrin tash. Po Gian Bruno vet, ça zanati kishte kulla? Gazetar aty në media ka punuar aty. Na ka qenë gazetar. Edhe Meloni aty e ka njohur, kështu, gazetar, producent media, një nga këta. Domethënë, fabula është që Fabrizio Corona thotë që këtu në Itali për të bërë karrierë në televizion dhe për të bërë karrierë në politik, duhen para, pushtet edhe seks. Se mos vetëm në Itali. Po kjo është fabula dhe këtu ka lind lufta. Meloni tash e cila është rritur në politik. Se Meloni njerëzit nuk e din, por nuk ka shkollë të lartë, po është rritur në politik që ka qenë 15 vjeç. Sigurisht. Është specializuar në institutin Aspen në Amerikë, atje ku shkojnë gjitha të pushtetshmit e djatëve. Meloni i futi një status në Facebook, tha, unë nga sot ndahem, tha, nga bashorti im, tha, dhe... Para një vitin dotin duke? Po, jo, para një vit e gjysëm. Një vit e gjysëm. Pikërisht që mos ishte në shantazhin e familjes Berlusconi, dhe tani Fabrizio Corona del dhe bën qartë gjithë të panoramë se çfarë intrige të madhe ndërkombëtare ka pas kësaj çështjes të seksuale, domethënë, në cilën është përfshirë ai zotëria, producenti Grande Fratellos. Po ndërkohë, ish buri Melonit, ky që po shohim ne këtu, vazhdon të jetë në Mediaset? Ky vazhdon të jetë në Mediaset. Vazhdon të jetë atje. Okej. Sepse familja Berlusconi ka marrë... Dhe ti e beson kulla që në fakt, në këtë rast, ka një përplasje midis Melonit dhe edhe fëmijët Berlusconit? Po sigurisht. E beson këtë gjë? Sigurisht. Po më falë, Meloni vazhdon të jetë në koalicion me partinë e Berlusconit, apo jo? Po pra, po çështja është se ajo e ka blerë, ata njerëzit janë aty, pra Tajani me ata janë bërë me Melonin sot, nuk janë më me familjen, se vdiq Berlusconi dhe familja është jashtë. Po tani kush e drejton partinë e Berlusconit? Tajani, që është ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër. Po nuk është në ndikimin e familjes. Familjes, nuk janë ndikim familjes. Ndërkohë partia ka borxhe, dhe borxhet kanë marrë garanci financiare, garanci bankare nga familja, nga Marina Berlusconi. Dhe ka borxhe goxha. Dhe tani kush kontrollon financat e partisë kontrollon dhe partinë, por politikisht partinë po kontrollon kryeministrja e cila është në koalicion dhe njerëzit e Tajanit, ata që janë parlament, ata që futën qeveri janë njerëzit e Tajanit. Njëra që ishte Berlusconit, e hoqën atë i gjetën një skandale dhe asaj. Okej. Kurse familja Berlusconi, pra televizionin Berlusconit, futi në kurth atë që është gazetar tani në Paris që ishte ministri i kulturës, edhe atë në kurth seksual me një bashkëpunëtore që e kishte të dashur ai edhe mbante edhe aty në ministri, edhe i bën një filmim këta, një regjistrim, dhe iku e i dha dorëheqje dhe shkojnë, ishte ministri i kulturës ai nga Napoli, edhe është në Francë tash, gazetari i Rajt ose i këtyre i Mediasetit duket. Për të reguar dhunën, se sa e fortë është dhunën, do të thënë, ajo, se tu është intrigat e najtë fëqishme të thikat në brapa shpine, janë të para. Ka qenë ai libri famshëm i në shatë tozaj tu të këne për sigurimin e shtetit. Ajo, novela Thikat, e i përshkruan dhe tamam këto lërët e pushtetit. Qa perde. Edhe mëse Italia është vënd demokratike, këto gjërat bëhen transparentës komplet. Dalin, thua ti? Dalin? Po, edhe demonstrojnë ata. Po për shumë, dhe tani nuk ka forur Meloni, e shprehur për t'i gjë? Jo. Për të çështje jo? Kjo është çështje ditës, as familja Berlusconi nuk është shprehur, vetëm shpreh me veprime. Edhe tani këto momente flasin, gjitha mediat flasin për të histori atje. Po është lajm i parë në Itali. Po ndërkohë kjo çështje mund të mbrij atje në gjykat atje kulla? Ka mbritur në gjykat atje, prokurori është. Tani kush e ka hedhur, kush ka denoncuar këtë? Gjitha palët kanë denoncuar njëri tjetrin. Jo, paparazzi s'ka nevojë të denoncojë. Ai Corona ka marr këta djemt dhe ka bërë denoncim prokurori, edhe ky pastaj ka bërë denoncim në prokurori Signorini për shpifje. Po Fabrizio Corona që është paparazzi që se thua e shpërtheu skandalin. E para kë kanë brapa, pa kush e shtiu ta bënte, dhe e dyta çfarë materiale që kanë brapa një pjesë qeverisë që është kundër familjes Berlusconi. Pra Tajanin. Tajanin, po dhe njerëz tjerë që janë aty afër Melonit. Afër Melonit. Po pra. Ndërkohë, me çfarë mjetesh ka luftuar? Ka luftuar thjesht me dëshmitë e këtyre djemve? Me media, disi është në... Jo, prit. Ka fotografi, TikTok, YouTube. Ka fotografi, ka dokumente. Ka fotografi, video, dokumenta, dëshmit, ka gjitha këto. Dalin ata djemë që ashtu që kanë shkuar dhe dalin bashkë me Fabrizio Corona dhe flasin TikTok, YouTube. Pra Fabrizio Corona nuk është thjesht një fotograf i famshëm dhe një ish paparazzi i niveleve të larta. Jo, është një njeri që po fiton dhe lek me këtë histori. Jo, patjetër lek të fitoj, po është më shumë se kaq tashmë. Nëse është afër këtyre, nuk është thjesht një vegël, duhet të them. Sigurisht.
Ai do të ketë biznes të veta e të gjitha këto, apo jo? Biznes është e gjitha. Njeri i pasur. Po. Shantazh, biznes është e gjitha kjo. Po ti thua nga këto historira, asnjëna nuk përfundon në vrasje, apo jo, kullo? Ja. Nuk përfundon në vrasje këto. Pra, do ndodhin gjëra të tjera që të Po vriten. maksimumi martohet në njëre. Vetëm kaq. Po maksimumi. Kjo është Italia. Që të vritesh në Itali duhet këtë gjëra më të rënda. Më të rënda. Pa, sigurisht. Dhe për ta mbyllur, nëse ky është nga Catania, ky Fabrizio. Ktheu edhe një herë te Fabrizio le të fotoja atyre të dyve. Fabrizio që është me flok dhe me ktheu edhe një herë le jo? Dhe si jo. Jo, ky është Kjo është me loni me burrin, me ish burrin, po bravo te kjo. Pra, të dy janë me syza, Fabrizio është me flok, brun, ky tjetri Signorini. që është producenti i Big Brotherit në Itali, që është gay i deklaruar. Pra, ky është konflikti po themi që ka dalë në publik. Fabrizio këtej, pra me flok, është nga Catania me origjinë, nga Sicilia, ndërsa ky tjetri nga është kulla Signorini? Nga se kam qartë, po besoj kështu nga Veriu duhet jetë. Nga Veriu. Po, se kam qartë tamam. Po, e dëgjova që flisë dhe i është përgjigjur aty, unë s'kam nevojë të bëj këto gjëra, se unë marr avionin lek kam edhe shkoj në Kubë dhe gjë që do djali du. Unë që vdes për të marrë pak me emrat, jo në kuptimin e këtyre budallëve që ndërmjet emrave shpjegojnë. Që vdes për kështu për... Jo, shofte Fabrizio e ka mbi emrin Corona. Po. E më shkon mendja Corona Unita këto të gjitha. A Sacra Corona? Sacra Corona Unita. Ndërkohë, te ky tjetri e ka Alfonso Signorini. Po. Këta Signorini çe janë familjet njohur në Itali? Jo, janë zonjush, të signorina. O kulla i maf. Ikim të qileku le të dërgoj që unë përcjell kullën. Sa i maf që janë signorina, janë zonjush. Ja kjo më duaj. Ikim të qileku le të. Kanë ardhur grupi dhe zonja ndërkohë, Sebastiani e Marsitin. Qileku